Mirëmëngjes të gjithëve kudo që të ndodheni. Dëshiroj një ditë të mbarë për të gjithë, kur dëshirat janë të mira, kur hapat janë të menduar dhe planet të shtruara. Unë shpresoj që së bashku me urimin çdo mëngjes marrim një bonus të mirë. Pra sot në studio, fiks pas 2 vitesh, jam me të ftuarën time, që është pedagoge në Universitetin Luigi Gurakuqi. Mban titullin doktor i shkencave. Brikena Dionisi. Mirëmëngjes profesoresh. Përshëndetje. Mirë se Përshëndetje dhe erdhët. faleminderit për pritjen. Faleminderit të ju që e konsideroni këtë studio një mundësi të mirë komunikimi, edhe një derë gjithmonë të hapur. Faleminderit. Natyrisht nuk ka se si të mos frymëzohesh, të mos vështrosh në hapa, në ecurin, në mbërritje, në stade dhe starte që nisin, vazhdojnë dhe rinisin përsëri. Para 2 vitesh, Universiteti Luigi Gurakuqi u cilësua si lider i programit Erasmus+. Profesoresha Dionisi, duke punuar fort, fitoi një projekt të tillë. Ai projekt natyrisht i drejtohet universiteteve, por edhe bashkëpunimit të tyre me faktor dhe aktor lokal, të bizneseve, të pushtetit vendor, që hedhin vështrimin në shtrirjen e transformimeve digjitale. Natyrisht një ecuri që është e nevojshme dhe e domosdoshme për të gjithë ata që e shohin me ritmin e ditës një marrëdhënie të tillë të punës, të aktivitetit, të ecurisë së biznesit e të shumë çkaje tjetër. Dhe sot, fiks pas 2 vitesh, unë e kam ftuar profesoreshën në finalizimin e këtij projekti. Dua t'ju uroj profesoresh për këtë stat, domethënë për finalizimin e projektit. Dua t'ju uroj dhe t'ju përshëndes për bashkëpunimin që keni arritur mes të gjithë aktorëve dhe faktorëve që mundësuan realizimin dhe finalizimin e këtij projekti. Dua t'ju përshëndes njëkohësisht edhe për atë ku ju mbërritët në komunikimin dhe bashkëpunimin me bizneset, por më së shumti dua t'ju uroj, t'ju përshëndes dhe të gëzohem si një grua shumë aktive, kërkuese, që i rrit dimensionet e saj në bashkëpunim, në hapësirat akademike dhe në atë që ju e merrni përsipër me ritëm zemre. Faleminderit shumë Merita. Në fakt ke të drejtë. U pam pas 2 viteve në studio, sepse sigurisht komunikimi ka qenë i vazhdueshëm. Para 2 viteve, kur dhash intervistën në fillim, çdo gjë ishte plan. Dhe sigurisht për të arritë plani kishte shumë punë paraprake, bashkëpunimi sigurisht mes 9 partnerëve që përbëjnë konsorciumin ton, por megjithatë ishte plan. Dhe mbetet ajo pasiguria, do të jemi në gjendje që t'i çojmë gjërat deri në fund, dhe ja ku jemi pas 2 viteve. Në fakt, po e lëm më njën modestin, jam krenare për çfarë kemi arritur, të gjithë si konsorcium. Dhe sigurisht këtu nuk jam unë, pavarësisht se jam ftyra, jam menaxhere projektit, por është universiteti, pas të cilit unë qëndroj, dhe sigurisht është i gjithë konsorciumi. Janë gjithë partnerë të cilët pa bashkëpunimin me gjithë koordinatorët dhe me gjithë skuadrat të Universitetit të Shkodrës dhe me gjithë partnerëve nuk do të kishim arritur deri këtu. Gjërat nuk bëhen vetëm. Keni punuar me si thuash me një ritëm të veçantë, sepse edhe unë çuditem se si projekti ka filluar me 1 prill,
para 2 viteve dhe përfundon fiks me 31 mars pas 2 viteve. Metrikisht shumë i përcaktuar dhe besoj ndoshta është edhe kërkesë, korrektesë edhe nga financuesi Bashkimi Evropian i cili e financon këtë projekt apo jo? Po. Që në momentin që kemi aplikuar, periudha ka qenë 2 vjeçare, në momentin që morëm vendimin nga Bashkimi Evropian që do të na ndihmonte me financimin e idesë tonë të projektit, u vendos data e fillimit të projektit 1 prill dhe mbarimi me 1 prill 2023 dhe mbarimi me 31 mars, pra pikërisht hënën me pas 2 viteve. Normalisht çdo aktivitet, çdo gjë është shtrirë dhe e planifikuar është shtrirë brenda 2 viteve, megjithatë ka disa gjëra që po i zbulojmë në vazhdim që sigurisht që nuk do të marrojnë me projektin. Absolutisht, sepse mbetet ajo substanca që i themi ne, ajo vlera e cila ndoshta do ta përmendim pak më vonë, ajo vlera që mbetet si model, si praktik dhe që rrezaton si nevojë e mëpasme e përdorimit, nuk mbetet atje dhe hidhet pastaj u realizu ky dhe hidhet. Jo, absolutisht. Përkundrazi, thekson nevojën e vazhdimësisë së një përvoje të tillë. Mund të më thoni pak sa si bashkëpunuat për këtë projekt? Ku është shtrirë ky projekt? Projekti në fakt është shtrirë në 4 vende, janë 4 universitete, 3 në universitet në Shqipëri dhe 1 në Malin e Zi, është një universitet tjetër në Beograd, Universiteti i Beogradit, Universiteti i Salentos në Itali dhe sigurisht në 4 vende është shtrirë si projekt. Në Shkodër? Në Shkodër, Korçë, Tiranë, Beograd, Salento në Lecce, në Itali, Universiteti Salentos dhe Universiteti i Podgoricës në Malë të Zi. Besoj se të gjithë këto qendra akademike kanë ngritur skuadrat e tyre, të cilët padyshim përbëhen nga pedagogë dhe studentë apo jo? Pikërisht. Secili prej partnerëve ka pasur skuadrat e tij, që sigurisht pedagogë dhe student, me patjetër janë përfshirë student në secilin prej universiteteve dhe në fakt secili prej partnerëve ka pas rolin e vet. 4 universitetet, 3 universitetet në Shqipëri dhe Universiteti Malit të Zi kanë pasur një rol, ndërkohë që Universiteti i Beogradit dhe Universiteti i Salentos, duke qenë një nivel më lartë me disa gjëra, na kanë paraqitur disa praktika të cilat po i shpjegojmë në vazhdim. Kanë qenë asistent, si thuash, asistent të këtyre trajnimeve, më gjërë. Ka disa faza në të cilën projekti ka rrugtuar dhe më bën përshtypje një prej takimeve tona, ashtu si që shkëmbehemi nga një herë në rrugë. Profesoresh, si jeni, si shkon? Merit, sa bukur po na shkon projekti. E kam në vesh këtë dhe më bani shumë përshtypje ajo ecuri e cila natyrisht kalon jo pas sfida, apo jo, por që kur është e përcaktuar, domethënë të sjell një lloj satisfaksioni. Sfida. Po kapem të fjala. Shpesh na friksojnë, sidomos kur janë gjëra shumë të reja, nuk kemi kaluar më përpara e tjerë. Por si që thëmë dhe studentave, pas sfida nuk rritemi, pa dal nga zona jone komfortit nuk rritemi. Dhe në fakt, projekti kaloi sa do që ishte plani, momentin që realizohet, ti shikon që po bën një hap përpara. Po bën diçka të bukur, po bën diçka që nuk është veç për ty, veç për personat që janë të përfshirë direkt në projekt si që skuadra, si që janë partnerët, por është shumë e tepër se kaq. Kalon në fakt në disa faza, ne kemi faza e parë ka qenë pavarësisht, ne kemi disa gjëra totalisht të mbrëmshme që
nuk i di askush, por që pa të cilat sigurisht që nuk vazhdon, nuk ecë përpara projekti, por ajo që kemi bërë përtej gjërave të mbrëmshme është së pari kemi përcaktuar nevoja digjitale që kanë 4 universitetet. Universiteti i Shkodrës, Universiteti i Korçës, që janë 2 universitete publike, Universiteti Mesdhetar, Universitet në Tiranë privat, dhe Universiteti i Malit të Zi, Podgoricës, që është universitet publik po ashtu. 4 universitetet kanë përcaktuar nevojat që kanë për aftësi digjitale, duke pas parasysh çfarë kërkon tregu. Dhe për këtë, pari janë shpërndar pyetësor si në studentat, ashtu dhe në pedagog, dhe për të plotësuar informacionin që kemi marrë nga këto pyetësor, janë organizuar 3 fokus grupe. Një fokus grup me studentët, ku në focus group është si metodologji kërkimit, marrin pjesë shumë më pak njerëz, pra maksimumi 8-10 persona maksimumi, të cilët japin informacion më të detajuar lidhur me ato elemente që ne kishim kërkuar nga pyetësori. Pra kemi bërë focus group me studentët, focus group me pedagogët dhe focus group me grupet e interesit që kanë qenë të ftuar nga bankat, nga institucionet publike, nga organizatat jo fitimprurse. Pra në këtë fazë ju jeni fokusuar në një njohje të thellë të gjendjes së nevojave digjitale dhe të prej asaj si thuash toke ku ju ngrini ecurin tuaj të më pastajme. Pikërisht, sepse pas marrjes së informacionit janë ofruar trajnime dhe trajnimet kanë qenë të dizenjuara pikërisht nga nevojat që dolën nga metodologjia e kërkimit që ne përdorem. Dhe secili prej universiteteve ka ofruar nga 2 trajnime, një trajnim ka qenë i fokusuar tek studentët në Beograd dhe në Salento në Lecce. Këto trajnimet kanë qenë në secilin prej universiteteve, në 4 universitete që u bën kërkimet. Por për të marrë modele nga universitetet perëndimore, na ofruan 2 partnerët, na ofruan si në Universitetin e Salentos, ashtu dhe Universitetin e Beogradit, na ofruan 2 trajnime lidhur me praktika që ato aktualisht aplikonin, pra gjëra praktike totalisht, por që janë krejtësisht që mund të përkthehen në realitetin shqiptar dhe malazes. Është shumë interesante të njohësh vetvete, nevojat, për t'i përmirësuar, për t'i zëvendësuar dhe për të ecur në një rrugë zhvillimi. Kjo është ecuri dhe metodologji që natyrisht është ndjekur hap pas hapin gjatë këtij projekti. Ndërkohë ju në konsorciumin tuaj keni edhe 2 organizata jo fitimprurse. Cili ka qenë roli i tyre? Në fakt 2 organizata shqiptare, jo fitimprurse, Qendra për Studime Krahasuese dhe Qendra për Inovacion dhe Zhvillim, CCIS dhe SAIDEV. Të dyja një rol shumë thelbësor. CCIS ka një rol kryesor në sigurimin që ne jemi në rrugën e duhur dhe për çdo aktivitet, për çdo gjë që kemi bërë, ato realizojnë një studim cilësijet, shpërndajnë pyetësor, japin rekomandime, tregojnë që okay, kjo ka shkuar mirë dhe kjo sigurisht duhet përmirësohet dhe ky është një rol kyç dhe them tash në fund të projektit rol shumë kyç, sepse sa herë e pavarësisht dëshirës mirë, por që lodhesh aq shumë për të bërë diçka dhe mendon që okay, ti në rregull, por ndërkohë ato kanë qenë ajo një pikërisht një vlerësim objektiv të jashtëm që të shikon dhe thot okay, ke punu mirë, bravo, por që kjo duhet përmirësohet. Një rol shumë thelbësor. Ndërkohë që SAIDEV ka pas një rol tjetër, një rol thelbësor sepse
ka qenë kryesor lidhur me komunikimin. Dhe sado që të punohet brenda, sado që të punoj unë, nëse këtë nuk e paraqes jashtë tek shoqëria, ajo mbetet aty. Mbetet aty, është shumë e kufizuar. Ndërkohë që qëllimi i projektit ka qenë pikërisht bashkëpunimi me si ta digitalizojmë, si ta lehtësojmë, bashkëpunimi në universitetit me grupet e interesit pikërisht jashtë. Dhe kjo nuk bëhet nëse nuk është komunikimi. Na duket diçka shumë e thjeshtë, por janë elemente shumë thelbësore. Si përfundim janë hallkat e një zinxhiri, i cili natyrisht kërkon vijimsinë e rrugës. Dhe ajo që është, po them, shumë edhe më thelbësore pas kësaj rruge të mirë menduar dhe me etapa, është komunikimi me bizneset, njohja dhe ndihma ndaj tyre. Ju keni arritur pikërisht të identifikoni bizneset që kanë një interes të tillë dhe të ngulmoni pikërisht në këto nevoja dhe në zgjidhjen e tyre, duke vërtetuar më së miri nevojën e njohurive digjitale të transformimit të bizneseve të tyre. Duken pak terma, por në fakt ata janë shumë të nevojshme në ecurinë e biznesi, që lidhen me marketingun, që lidhet me reklamen, që lidhet me qartësinë, që lidhet me furnizime, etj, që ju i dini më mirë. Po unë desha të përmbledh në një gjuhë popullore të drejtë. Po, nëse hi më tepër në detaje, për shembull nga projektet që janë realizuar nga Universiteti i Shkodrës. Pasi realizuam trajnimet me studentët dhe pedagogët dhe në secilin prej trajnimeve kanë qenë të ftuar grupet e interesit me të cilat ne kemi kontakte, por para trajnimeve është bërë dhe një promovim si në adresën e projektit, po ashtu dhe në adresat e universiteteve përkatëse, ne kemi realizuar manualin e sfidës digjitale. Dhe në bazë të manualit të sfidës digjitale janë bërë thirrje të hapura për grupet e interesit për të përfshirë në bashkëpunim. Dhe ne na janë ofruar dy grupe elemente nga grupet e interesit. Është një OJF që është shumë aktive, besoj që shumica për ju që njihni Animals Need Me, dhe një biznes që punon në përpunimin ushqimor. Ndërkohë që Animals Need Me kërkonte një sistem të brendshëm për menaxhimin e stresave që ato kanë, biznesi kërkonte një sistem të brendshëm për gjurmimin e lëndëve të para. Të dyja elementet të brendshme që në fakt mund të mos i merrni vesh, por nga ana tjetër janë të nevojshme në mënyrë që biznesi ose OJF-ja të optimizojnë përdorimin e burimeve dhe të ofrojnë një produkt dhe një shërbim shumë më të mirë tek konsumatorët dhe tek shoqëria. Në fund të fundit janë kërkesa të kohës. Kërkesa që po nuk i shikove shumë të nevojshme apo të domosdoshme tani, nesër do t'i shohësh jashtëzakonisht të domosdoshme. Prandaj është shumë mirë që këto njohuri, këto transformime digjitale që lidhen me biznesin, ku ka të bëjë me pasqyrimin e çdo gjëje që lidhet me të, me ecurinë e tij, është kërkesë e pa diskutueshme, apo? Po, të kemi parasysh diçka që teknologjia, ku do thonë, është këtu për të qëndruar dhe do të na përfshihet më tepër në aktivitetin në të përditshmen tonë, personale dhe profesionale. Është mirë që ta njohim, sepse në personale dhe mund nuk e dua, është çështje totalisht personale, por në elementin profesional është e nevojshme për ndryshe tregu të nxjerr jashtë. Atë më të nxjerr jashtë. Kur themi teknologjia, nuk kemi në këtë rast të përdorim një platformë sociale të komunikimit. Kur themi teknologjia, kemi të bëjmë me
pikrisht me produktin e vlerave që me të cilin kemi të bëjmë. Apo ja? Pikrisht. Ajo që ju them dhe studentave, realisht të gjithë kemi teknologjinë me vete. Unë s'kam një telefon, mendoni që kam një telefon dorë, të gjithë kemi atë telefonin smart, inteligent me vete. Por për çfarë e përdorim? Për çfarë e përdor menaxheri? Tu në mënyra se si e përdorim teknologjinë duhet të ndryshoj totalisht. Nuk është çështja që e përdori për një telefonat, apo për një email, apo për të hyrë në rrjetet sociale që secili prej nesh ka Qasjen e vet. Por duhet përdoret shumë më tepër se kaq. Optimizimi i burimeve dhe të kemi parasysh diçka. I vetmi burim që gjithë e kemi njësoj është koha. Duhet të optimizojmë kohën tonë. Nëse po e përkthej në një gjuhë shumë të përditshme. Nëse duam të kemi një produkt që duam të blejmë, i drejtohemi pikrisht të dhënave që ka ky produkt. Dhe këtë na jep përdorimi i teknologjisë. Apo jo? Po. Ne si konsumator, nëse biznesi ofron një sistem të tillë, ne si konsumator në momentin që skanojmë barkodin, që ka çdo produkt, automatikisht na jep informacion ku është marrë lënda e parë, ku është prodhuar, në çfarë date të ka hyrë produkti në prodhim dhe kur ka dalë nga prodhimi. Janë informacione që ndoshta nuk jemi shumë të duhet të hyjnë patjetër në kulturën tonë. Por patjetër. Maksimumi mund të shohim datën e skadencë, por gjithë e bëjmë pyetjen çfarë po konsumojmë. Pse jo pyetja të mos marrë një përgjigje, skanojmë barkodin dhe të marrim përgjigjen. Nëse biznesi nuk e ka këtë sistem, të cilin ne e ndihmuam për të shkuar deri aty, sepse kërkon disa gjëra, kërkon shumë investime, janë elemente që projekti nuk mund t'i mbulojë. Mund t'i zgjerojnë të gjitha, po jep një model. Por sigurisht një model, por që biznesi e ofron, dhe nëse biznesi e ofron, ne si konsumator marrim informacionin që kërkojmë dhe marrim vendime të bazuara në fakte dhe jo me mendimin që produkti jo në opinione, po në fakte. Po. Dhe këtë ju arritët ta realizoni pikrisht në dy sfera që lidhen me aktivizimin e bizneseve, me zhvillimin e tyre. Po. Që shumë e bukur. Secili prej partnerëve, pra Universiteti i Malit të Zi, Universiteti i Shkodrës. Kemi dhe inserte regjia. Ndoshta jeni pak i habitur nga biseda, unë mendoj se është shumë interesante, por le të kalojmë tek insertet të cilët natyrisht tregojnë pjesëmarrje, trajnime apo jo? Po, aktivitetet të projektit, unë kam zgjedhur në fakt aktivitetet ku gjithë jemi bashkë, për të diskutuar për atë që kemi bërë. Sa bukur. Këtu jemi në Universitetin Mesdhetar, pas trajnimit që kemi realizuar, këtu jemi në Universitetin e Shkodrës në fillim krejtësisht të projektit, në Universitetin e Shkodrës në fund të projektit, në realizimin që ka bërë universiteti, takimin që ka bërë universiteti me grupet e interesit, ku diskutuam ç'është bërë dhe çfarë mund të bëjmë në vazhdim pasi projekti të mbarojnë. Këtu është në Universitetin e Korçës, është skuadra Malit të Zi në prezantimin e projektit, ku në Korçë, me që ishte takimi i fundit që ishim gjithë partnerët bashk dhe prezantuam, secili prej nesh prezantuam projektet tona, të gjithë studentët që kanë qenë të përfshirë në projekt kanë marrë certifikata për angazhimit. Certifikata e angazhimit është edhe diçka që i mbetet studentëve, ajo që i thoja në momentin që janë përfshirë studentët në projekt. Në CV-n e tyre, apo jo? Po, më thënë në nesër, në momentin që të kryejnë shkollën, shkojnë për një vend pune dhe pyetja e zakonshme është çfarë eksperjencash ke? Dhe studenti i vjen natyrshëm thotë, nuk kam eksperiencë. Unë mora diplomën para një muaji. Por ja, këto janë eksperjencat.
të fituara që në universitet. Kjo përfshirje, kjo gjithë përfshirje mes pedagogëve dhe studentëve natyrisht çon në produkte të mira eksperiencë. Sigurisht, është eksperiencë që atyre ju vlen për personalisht për eksperiencën që kanë kaluar, vetë proceset në për cilat kanë kaluar, por po ashtu dhe për një evidencë në CV-n e tyre. Dhe ajo që në fund ju theksova studentëve, projekti mbaroi, ato morën certifikatën e tjerë. Është Bashkia Shkodër, janë organizatat rinore, janë organizata dhe biznese të cilat ofrojnë, kanë programe vullnetarizmit. Mira është të përfshiheni. E pra kjo ju përdorët një term që nuk doli krejt rastisht, por që është shumë i vlefshëm. Shpeshherë në një psikologji ose në një opinion jo krejt të mirë, tërhiqemi pas interesave të çastit. Sa gjë e bukur është që vullnetarizmi ta pasuroj jetën tonë, të mos e shikojmë çdo gjë me vlerën monetare, po ta shikojmë si vlerë morale dhe ecurie për vetën dhe për të tjerët. Patjetër. Është diçka shumë e bukur. Janë eksperienca që të rinj duhet të kenë. Po, ajo që unë përjetoj me studentët, në një takim që pata para 2 ditëve, po më pyesnin ç'është ajo që të pëlqen më shumë nga puna që bën. Është pasja përballë studentëve. Dhe unë kam fatin që t'i shoh të rriten, dhe kur them të rriten nuk është çështja e pamjes jashtme, por është ajo që fitojnë ato. Mund të mos e dallojnë, ato nuk e dallojnë me njëherë. Çfarë kanë fituar në 3 vite shkollë dhe 3 vite eksperienca, por është diçka që dallohet një pedagog me eksperiencë, nuk them jo vetëm unë. Një pedagog me eksperiencë dallon me njëherë si ka ndryshuar studenti. Bravo. Në mënyrën se si komunikon, se si merr vendimet, në mënyrën se si përfshihet, çastin që ka me gjërat, me veten s'pari, dhe me gjërat rreth rrotull. Dhe një kontribut e japim dhe ne, pak me mësimdhënien dhe pak me projektet në cilat jemi përfshirë, sepse të kemi parasysh diçka. Universiteti i Shkodrës nuk ka vetëm këtë projekt. Ka projekte dhe projekte të tjera, është i vetmi projekt në të cilat por është i vetmi projekt që lider dhe ju e keni sjell këtë, ndoshta hyni në atë CV-n e madhe të universitetit, të punëve të mira dhe të bukura që natyrisht e rrisin për masën akademike, por dhe njerëzore. Apo jo, ose shkojnë bashkë këto. Po, unë në fillim të projektit isha, mendon, jam menaxhere projektit dhe për mua ka qenë një eksperiencë e parë. Sfidë po, dhe sfida më e madhe ishte që pas 2 viteve unë çdo lë pas. Dhe nuk është çështja thjesht në nivelin personal, por çdo lë pas sepse, siç thash, pas meje është universiteti. Absolutisht po. Nuk jam unë jam thjesht përfaqësuese, por nëse diçka nuk shkon mirë, është universiteti që merr përgjegjësinë. Nëse gjërat shkojnë mirë, sigurisht është universiteti që merr merita dhe unë kam marrë eksperiencën, aty që kanë marrë dhe studentët. Cila është gjëja më e bukur në këtë eksperiencë? Por edhe më sfiduese? Është bashkëpunimi. Bashkëpunimi, të punosh me njerëzit është sfidë, sepse jo të gjithë mund të kenë të njëjtën qasje me ty, jo të gjithë mund të kenë të njëjtën dëshirë që të punosh, dikush ka më shumë, dikush ka më pak, jo të gjithë i kuptojnë gjërat siç ti, dhe ti bësh njerëzit bashk që të bashkëpunojnë për të njëjtin qëllim, ti bësh njerëzit bashk që të kuptojnë përgjegjësinë e qëllimit që ne kemi marrë përsipër, është sfidë dhe është e bukur. Së bashku mundemi. Po i referohem një slogani të një profesoreshe të nderuar.
është mikja ime, por jo vetëm imja, e shumë njerëzve. Ajo është në Kanada, është shqiptare, është shkodrane, është me aktivitete në shumë kontinente, por që është shumë e nderuar dhe gjithmonë e ka së bashku mundemi. Përshëndetje profesoresh Adriana Bejko, të uroj vetëm shëndet dhe mbarësi e nderuar qofsh. Të tillë janë natyrisht gratë e fuqishme, gratë që marrin iniciativa, kompetenca dhe me forcën e shpirtit arrin që natyrisht të mbrin në stacionin e tyre. Profesoresh, duke u nisur nga përfundimi i këtij projekti, se rëndësishëm është forcimi i kompetencave digjitale në universitete dhe bashkëpunimi në mjet tyre, një diçka që natyrisht ishte në themel të këtij projekti, pa cilin vështirë të bëhej. Ne provuam një model që në këndvështrimin ton rezultoi suksesshëm. Ne mbarojmë projektin me 31 mars, por që do të kemi periudhën e raportimit dhe nga vlerësimi që do të na bëj donatori, që do të na bëj BE-ja, do të shohim nëse realisht vlerësimi është objektiv apo jo. Gjithsesi, modeli lë pas 2 dokumenta shumë të rëndësishëm. Është programi i sfidës i përshpejtimit digital dhe manuali i sfidës digjitale. 2 dokumenta që i pari është skicuar dhe sigurisht me diskutimin e gjithë partnerëve, por skicuesit ishin Universiteti Salentos dhe Universiteti i Beogradit, dhe manuali i sfidës digjitale u skicua nga Universiteti Malizi dhe Universiteti i Shkodrës. 2 dokumentet janë të lirë të aksesueshëm, pra nuk janë të brendshëm, që mund t'i gjeni krejt mirë në website-in e projektit u2sit.al dhe në website-et e universiteteve përkatëse në Universitetin e Shkodrës mund t'a gjeni në seksionin e projekteve në projektin U2sit. Që do të thot, modeli që ne ofruam është aty për t'u marrë, për të përshtatur në të ardhmen, jo vetëm nga Universiteti i Shkodrës, por nga çdo universitet tjetër, sepse, siç thash, universiteti nuk është thjesht për mësimdhënien. Është dhe për kërkimin shkencor, sigurisht, por kërkimi shkencor do të ketë impakt, dhe impaktin ku do ta ketë? Spari në komunitetin lokal. Pikrisht, sa nevojshëm është ky bashkëpunim i vazhdueshëm dhe sa i ndjeshëm duhet të jetë, edhe nëse shohim në interesin e tyre të ngushtë, komuniteti i biznesit, por edhe faktor dhe aktor të tjerë lokal, të pushtetit, të organizatave të tjera që veprojnë në fusha të ndryshme sociale, kulturore, etj., në mënyrë që ky bashkëpunim të ndikojë mjaft mirë në ecurinë e tyre. Vazhdimi. Universiteti është bashkëpunimi është gjithmonë i nevojshëm. Nëse ne forcojmë bashkëpunimin, i japim cilësi bashkëpunimit ton, pra nuk bëhen gjërat për të pas një impakt. Jo thjesht rezultatin e menjëhershëm, po për të pas një impakt dhe këtu kam parasysh dhe këndvështrimin afatgjat, shoqëria jonë do të jetë më e mirë. Dhe është kohë që të shohim, janë disa faza mendohen si klishe, siç ajo që përmendëm parë me Meritën. Bashk ja dalim, bashk mundemi. Mund konsiderohet si fazë. Ka një kuptim të thellë. Po, jo. Është totalisht, ne duhet ta përvetësojmë. Nuk do ta mendojmë diçka klishe. Nuk mund të shohim rregullimin që do të na bëjnë rregullimin e shoqërisë dikush vjen për jashtë. Jo, rregullimin e bëjmë vetë. Nëse ne japim cilësi asaj që bëjmë. Nëse ne mendojmë në afatgjat, ne sigurisht mri rezultatin, mbaron projekti, kaloj vlerësimin është pozitiv dhe kaq. Jo.
Jo. Nuk është diçka që e kemi kërku si konsorcium që nga fillimi, jo. Jemi këtu për të qëndruar, për ta qu universiteti një hap përpara, për ta qu bashkëpunimin, sepse duhet kemi parasysh, më vjen mirë që universiteti dhe bashkia e Shkodrës kanë rrit bashkëpunimin. Bashkia ka kuptu që universiteti është një resurs, është një burim shumë i rëndësishëm. Dhe universiteti ka kuptu që bashkia është një bashkëpunëtor i domosdoshëm. Ajo që tham, bashkëpunimi. Sa rëndësishme është që nga ky model të ndjehet nevoja e programeve të veçanta në universitet, programeve digjitale që synojnë aftësimin në këtë fushë. Një nga partnerët e universitetit është dhe Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacionin, AKKSHI, në akronimin anglisht NASRI. Në bashkëpunimin që kishim me ta, duke qenë që unë mendoj dhe ne mendojmë partnert, mendojmë sigurisht nuk është unë, jemi ne, mendojmë në afat gjatë, si do ta ndryshojmë universitetin. Dhe në bashkëpunimin me ta, është diçka që më rrit në një konkluzion. Universiteti mundet. Dhe ajo që kam insistuar në universitet, ne duhet të bëjmë diçka në mënyrë që universiteti të bëhet më aktiv brenda stafit të tij, me studentët, por dhe në bashkëpunim me shoqërinë. Dhe si në fund të vitit të kaluar, nga fundi vitit të kaluar, këto janë dhe gjëra totalisht të brendshme që mund të mos i marrin vesh shoqëria, mund t'i marrin vesh në kohë, por që ne kemi punuar shumë fort brenda universitetit për të riorganizuar strukturën e universitetit. Dhe një nga drejtori që kemi organizuar ka qenë drejtoria për kërkimin shkencor dhe komunikimin. Dhe një nga njësit që për të cilat sot do lëm një anë modestin, për cilat dhe unë kam bashkëpunuar, është Qendra Ekselencës. Dhe Qendra Ekselencës është aty për të parë nevojat që ka universiteti për aftësi digjitale, por kjo do të bëhet në mënyrë të vazhdueshme, dhe këtu kur flas universiteti, flas studentët dhe pedagogët, sepse kjo do të bëhet në bashkëpunim me shoqërinë. Pra çfarë kërkon shoqëria? Dhe cilat janë elemente që ne na mungojnë? Mund të jenë shpesh elemente shumë të thjeshta. Në momentin që ne kemi diskutuar me bizneset Excel, programin Excel e përdorin shumica prej nesh. Por biznesi nuk ishte filluar që nuk është thjesht për një tabel apo një grafik, është dhe për të përpunuar dhëna. Dhe me pak njohuri, një nivel më sipër njohurish, ke një kapërcim, një kapërcim mendimit dhe shikon që ky program totalisht i thjesht për ty është një burim, është një potencial që ti krejt mirë mund ta shfrytëzosh. Dhe këto nuk vijnë pa bashkëpunimin. Dhe Qendra Ekselencës është ajo që do të lidhin shoqërinë me universitetin dhe do të shikojnë cilat janë nevojat që kërkon shoqëria dhe cilat janë nevojat e munguar tonat. Është një minjerë e pafund me njohurisë, me të cilën pa dyshim koha e kërkon qasjen, miqësisht dal nga dal, duke u përfshirë jo vetëm individ, por në kulturën tonë. Patjetër. Është teknologjia, po ta shohim, mund ta mendoni me celularin që ju keni. Para 5 viteve, cili është celulari që ju keni pas? Dhe çfarë kërkesash ka celulari sot? Sa shpejt ka ndryshuar teknologjia. Por thash, na ndikon në nivel personal dhe profesional. Nëse unë dua një punë të mirë paguar, do të kem aftësitë e duhura. Duhet të di qasjen time, do të ndryshoj nga një herë qasjen time me teknologjinë. Jo thjesht për të hyrë në atë rrjetin social,
do ta përdor për diçka tjetër. Pra është diçka që aftësi digjitale dhe jo vetëm aftësi digjitale, ne duhet përmirësohemi në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë të vazhdueshme duhet të dalim nga zona jonë e komfortit. Sado që të jemi mirë, gjithmonë ka vend për përmirësim. Dhe universiteti është një potencial shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë që t'i çojnë gjërat përpara, që të bashkëpunojnë për t'i çuar gjërat përpara. Dhe kjo nuk bëhet pa bashkëpunimin me organizatat publike, organizatat jo fitimprurse, sidomos biznesin, por dhe median. Një element shumë i rëndësishëm është komunikimi. Padyshim. Profesoresh, dua t'ju falenderoj shumë për gjithë çfarë thatë. Ju vërtet u ndalët në projektin që ju keni menaxhuar, në hapësirën, në etapat, në ecurinë, në bashkëpunimin, në vlerat. Por faktikisht keni përfshirë shumë fishin e këtij projekti. Ajo çfarë ne duhet të dimë, të përvetësojmë dhe ta përdorim. Ju falenderoj shumë, ecuri të mbar, ashtu siç thash edhe në fillim, respekt për figurën tuaj profesionale, njerëzore, si grua, si nën, si pedagoge, por edhe si lider. Ishit lider, Universiteti i Shkodrës për herë të parë lider në këtë projekt Erasmus Plus të financuar nga BE, dhe kjo nuk është pak. I shtohet asaj atyre vlerave që universiteti padyshim i ka dhe i meriton. Realisht nuk mendoj që po bëj diçka të veçantë, thjesht kërkoj që punën time ta bëj mirë. Dhe nëse secili prej nesh një gjë të tillë, punën e vet e bën mirë, merita. Unë shoh meritën dhe shikoj një punë të bërë mirë. Shikoj sa të duash rreth rrotull. Njerëz që punojnë mirë. Këto duhet i shohim. Këto janë njerëzit me vlera. Faleminderit shumë. Faleminderit ju dhe faleminderit për që bë të mundur praninë time këtu dhe ju ftoj gjithashtu që të shkoni në rrjetet sociale të universitetit, në rrjetet sociale të projektit UDYS-it, që mund ta gjeni në Instagram, në Facebook, LinkedIn, por po ashtu dhe në website-in e projektit. Dhe të keni parasysh që çdo gjë është aty, nuk mbaron website-i, nuk do të mbyllet me 31 mars, do të vazhdojnë dhe përtej. Pra nëse ju gjeni ndonjë interes që në ato që ka bërë projekti, në modelin që ka ofruar, krejt mirë mund ta gjeni të aksesueshëm dhe në të ardhmen. Asgjë nuk mbaron, vetëm vazhdon. E frymzuar. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit.